Një ulërimet me rruese u dëgjua papritur nga shkuret dhe një sy gjigant shkëlqeu mes barit. Në atë moment, ndjekësit arritën qikashtë. Në sekondën tjetër, grupi I njerëzve lëshoi britma të dhimbshme që të ngrinin gjakun. Doli që këto ishin pulat e egra parahistorike, jashtëzakonisht e egra. Jo vetëm që ishin të mëdha nëpër masa, por ishin edhe jashtëzakonisht të zgjuara. Ato ishin të pajisura natyrshëm me aftësinë për të ndjekur pren. S'kishte rëndësi ku vrapoje, edhe sikur të njiteshe në pemë, ato kafshënin trungun edhe të ndiqnin lart. Djali papritur u hodh përpjet. Johnny mori një gur dhe e goditi fort, duke vrarë njërën nga pulat e egra, por pa arritur të ndiej krenar, një mbret pulash të egra me 3 pende të bardha ju vërsur drejt tij. Johnny u hodh shpejt pakjet. Pastaj mbreti I zemëruar I pulave të egra filloi ta ndiqte pa pushim. Sado shpejt të vraponte Johnny, nuk mund ta linte pas pulën e egër gjigante. Me këtë ritëm ishte vetëm çështje kohe para se këto pulat e egra ta trajtonin si ushqim. Kjo skenë tensionuar më kujtoi një lojë, emrin e së cilës mund ta gjeni në seksionin e komenteve.